Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur vëllezër dhe motra, të dashur miq të Radio Marisë e Kosovës. Sot e kemi një dhuratë veçantë për zemrat tona. E në studion ton e mirëpresim motrën Svjetlana Rezo, bijen e dashurisë hynore, një motër që me thjeshtësinë e saj, me përvojtërinë e dashurinë për Krishtin, ka lënë gjurmë të bukura edhe në popullin ton këtu në Kosovë. Ajo ka shërbyr mes nesh me zemër të hapur dhe me një butësi që e njeh vetëm njeriu që e vendos jetën e vet plotësisht në duart e Zotit. Përveç apostollatit rregulltar, motra Svjetlana mban zemër një përkushtim të veçantë ndaj fjalës së shkruar, duke përkthyer libra shpirtëror edhe në gjuhën shqipe, që fjala e Zotit të prek sa më shumë zemra e familje. Sot së bashku duam të dëgjojmë jo vetëm për rrugën e saj, por për mënyrën se si Zoti e ka udhëheq hap pas hapin thirrjen e shenjtë në shërbim në vendin tonë edhe në misionin e heshtur të përkushtimit, një dritë e vogël por thellësisht e fuqishme për popullin shqiptar. Motra Svjetlana, në rend parë në emër të dëgjuesve të Radio Marisë Kosovës, të falenderojmë nga zemra që keni pranuar që të na kushtoni disa minuta për të dëshmuar për jetën tuaj, por edhe për misionin, sidomos nëpërmjet librave, por edhe me lutjet tuaja. Atëherë, për fillim, na thuani si do ta përshkruani të fillimin e thirrjes suaj, cila ishte ai zëri i brendshëm që ju vuri në udhën e kushtimit rregulltar. Unë jam lindur në Bosna, Gornji Vakush, Zhupa, familja, fratrit kanë apostolatin në Zhupën tona, edhe unë nuk kam njoh motrat tona, unë kam njoh motrat Jezus i vogël, edhe franciskane. Por para që se kam pranu thirrjen, kam nis me dëgju predikime, gjithmonë predikime shkurt për mua, unë dëshiroj me di ma shumë edhe. Atëherë kam nis me kap librat, me marr librat nga familjarin, edhe qëse mami më dëgjon me rujt delja ose lop, atëherë mund me lexu libret. Qëse janë në shtëpi, duhet me punu në punët e shtëpisë. Atëherë e gadal, gjoshet e gjoshtën, 1966, premten para dilën e luljave, Pikërisht. kam qenë vetë në dhomën në shtëpinë. Në këtë moment kam fillu praninë e Zotin ashtu bukur, ashtu diçka mrekullueshme. Po shkoj unë të motra mos ta hupen kur këtë praninë e Zotin. Kur kam menu këtë menë, gëzimi more për zemrës time ka dalë. Atëherë edhe me zi kam pritë që në mami ka qenë në qytet, kur ka mami, unë po shkoj të motra. Ajo mendon që unë ma hite me, ajo tha, ma cilin tren do shkosh? Ka qenë qira, me cilin tren? Mami, vetë, unë po shkoj të motra, sinqerisht me flasë. Mami, kur ka dëgju këtë fjallën, ka nis qajt. Tha, unë not për të pengoj. Zoti do të ndihmon që unë rritëm djem 5 gjem pas meje, unë kam qenë dora e gjafa për mami në shtëpinë të kretë për fëmijë vllazarit. Edhe atëherë unë shkoha të fratri edhe ka thënë do shkoj të motra. Ai më ka dërgu në družbin rregullin ton, bija dashurinë kinore. Edhe se kam ditë kur kam marrë në Zagreb, ato uniforma pak drishme ka qenë fillim, unë kam menu si motra, si Terezja Vogel, unë kam menu këtë uniformen. Pak kam qenë, apo nuk ashtë uniforma, unë kam pranu, edhe kam qenë happy,
lumtur. Shumë e lumtur. Gëzimi i madh me di 3 shkalla unë e heq. Atëherë na folin motrat më do të me ecë me dhe shekën jo me si ndjemësi ashtu. Atëherë po e shtu kam qenë aq lumtur, por kam qenë dobët nga astma, nga fillimi i 3-4 vjet kam pranu astmën edhe mi ka thënë që nuk do të më kohet në astma kur. Me 17 vjet e kam nis me medicina edhe motra me ka pranuar edhe me ka dërguar të shtëpia, nuk mujnë me ba me astmën. Unë kam lexuar librin në kuvendin në Zagreb. Bernardica, Shën Bernardica ka pas astmën. Sa interesant. Aq shumë libra në librari, unë bashkët kam lexuar atë në atë moment. Kur më ka dërguar të shtëpia, unë shkam por opet Bernardica ka pas oja na kusheti. Të kanë ardhur të mendimi. E shtu kam rujt, edhe Zoti ka përdor mjeku jam muslimane, Zaid, ka hap Dr. Đorđević ka hap në afer Dubrovnikin që të mjekohet rinia nga astma në klimatske edhe gamma globulin. I Dr. Zaid ka lexu i ka thënë mami, ajo duhet me shku atje me mjeku. Mami, mund ju me pita do të pranon. Po, më ka pranon, e ka me uputnice me kret me ka dërgu. Udhëzimin e mjekut. Atëherë unë kam qenë atje në hotel vajza 17-18 vjet. Pak e shkova unë të motrat e Dubrovnik, kuvendin ton, ka qenë një gjaku im, një vajza, Rezo Vitomira, pastaj u ba motra Vitomira. Unë shkova dile një shalire, shkova 5-6 vajza der. Unë thash, po unë me qëndru të ju, edhe 2-3 herë në javë me shku në qaftat me pranoj në këqin, edhe shtu. Motra superiore tha, do të pjesin ka Zagrebit, edhe ashtu, motra ka qenë e more prevencialja Matra Pavula, cila ka qenë bitole, e shetnesha, e gjallë shetnesha. E kur kam, kur me kanë thënë dikush nuk mund me qenë motra, pse me astma, ajo me ka puth edhe ka thënë, unë do të lutem që të kthehesh në kuvendin tonë. Edhe pastaj disa vjet unë kam kthi edhe kam pranu uniformën edhe atëherë kam taku në gazeta tona kroate, motrën Otiljen. Ajo në Donav, në ato. Këto unë dëshiroj të ashtu me shërbu atje kur nuk na mjeku ashtë në shtarë 3 herë në javë jenë. Radio Vatikan kemi pas meshen së të ditë. Edhe shtu, se di sa vjet, 5 vjet kam lutë, noshe pas noshe, që me dërgon, se unë e dopë me shëndet nuk pas mundësi me ndërgu në Kosovë në atë. Pastaj kur ka arë koha, ose me mbil Dunav, ose mu me ndërgu. Atër mu superiore ka qenë një nga Zagrebit, ashtu racionale. Tha, do shkosh ti në Binç, let Binçit nga motra shqiptare, let shkon ato dijan der, let shkon në Dunav. Unë e happy, do shkoj edhe në Binç. Në tren ku më hari në Zagrebit. Deri Kosova kam folë në treni, evangelizacion, me Serbin. Nëse unë shtu e knaqër e kështu gëzë, ata pisin, ku shkon unë, shka ban unë thash do të shkoj, me ka hap rruga misien tim, pa qfar misien, me shtu njerëzit kur nuk ka së rrugën as trujen as dëqani as apoteken as. Njeri ka qenë tu me vrujen edhe mi gruaja vjetër
e ka qenë grue e popit, popi ka dek edhe pastaj ajo ka marrë generale edhe rye. E bisedu me to, ai ka thënë, këto janë ato herojat tona në këtë kohën. Edhe shtu. Edhe ajo gruaja ka marrë adresën për Božić me ka dërgu paket gruaja generalit, paketi, gjithçka që ka mund ta kem nevojë në atë zonën. Ashtu, ka qenë edhe misioni edhe këtu. Edhe në Binç kur e ka marrë, motra Otilia Karë, kush do shkon me sajnë e duna, motra Luiza, ato tjetra, nuk ka... ajo tha, a do shkosh ti? Po, por motra superiore ka thënë kështu provinciale, do shkojmë na, unë happy. Do Nikola Duçkić na dërgu me auto deri Shurlan, zhupni familitari. Atëherë motra ka dalë nga auto po shkon në përshati, gjejnë kali, edhe unë kam pasë do sendet të mia, do ushqim, do ilaç, edhe kam në livren, do t'jap një livren. A keni ditë shqip në atë kohë, kur keni ardhur? Jo, as një fjalë. Po, mirë dita... Të gjanat elementare. Motra Luiza ka qenë me mu, pa unë kam pasë shtu dëshirën, pa ka pasë interesi. Mrekulli e pas një mësu shqipën, vërtet shumë bukur. Kam nisë me arrod, 20 vjet nuk flash kërë kërkun. E këto dit pak e këtër. Mrekulli. Por nuk ka qenë asë fjallori atër kur kam inë në Shqipërinë, atëherë po me ka dalë që urëhequr adorimin në kishën sakramentit. A kur gjo libra shpetro ashtu, atër ka marë Patër Zvezdan, lutja me Shën Francesku. Zvezdan Linić. A e ka atë shpirtror tim në Zagrebit, shumë e mirë, në shtari rashti... Karizmatik. Madhe karizmatik i madh. Kur se kam se disa vjet kemi që është shqestuar dishka ose ka një fjalë me gjithmonë i qetë. Nuk kam taku e biri Shën Francesku njajtë si Shën Francesku do të Zvezdan. Interesant. Shumë persona sa unë kam këthi kur ka dikush problema në brak, në martes, ose djalet se vajza shkon në rrugën e keqe, unë e shkova te Patër Zvezdan, ku në gjithkon ai ka pas kohë, ai nimon, ai djerë, ai nimen, shtu kam qene shumë atfë shvitrore me vjetë. Ka uhequr. Edhe ka pas në seminare në familit tonë, kemi pas në Bosnë në familit tim në Gornji Vakuf, kur jam lindur, ka qenë një meshtare shejt, Vice, fra Vice, ai dishka posa që ka qenë edhe në luftën, në për shtëpia shkon lutë zoti. Vetëm na familja jon e ruajtër Gornji Vakuf. Krejt familja e kara në musliman zonën ose në për rreth, vetëm familja jon ka qenë gjithmonë në. Edhe kur kanë pranu dhe hesi që të ljenë vendit krejt me dalë në prozor në anën tjetër në krejt, vlavu im me ka të regu, e kanë qajtë plakat, gjishit, fëmijat, krejt, e ka lanë gjitha. Edhe atëre nuk ka pranu në dishka bëgë, e ktheu ushtrin për seri. E ka gjetë si ka lanë vend, kur kush nuk ka hapur që të edhe populion të rheq një gjisa ditën ose një natë se di sa ka qenë zbrast kurkun, edhe kur ka këthin krejt kanë gjetë
Gjitha edhe në luftën. merrem me Se edhe ai ka thirr Pater Zvezdan, e ka thirr Pater prej Velčasni Ivančić, zotri meshtari. Tomislav Ivančić. Jest. Ai ka thirr, edhe kemi pas në familje to. Sikur e Zoti në përket me familje e ka përgatit familjon se të betet në shtëpinë. Nuk kanë hup familja. Krejt familja ka qenë, krejt shtëpia destruktuare, krejt kisha, krejt ka tërheqë familjet motrat. Vetëm fraci në Gornji Vakuf i Bugojno. Bugojno ostali su fratri, a narod je se raselio. Bugojno je bilo raselio. Populli është shpërngul, populli është shpërngul. E kjo përvoja me popullin shqiptar, sigurisht që keni pasat zellin dhe edhe siç po e shohun ka ndikuar edhe lutjet e karizmatikëve në shpirtin tuaj, edhe jeta rregulltare sigurisht, ajo dëgjesa ku të çojnë e prorët, keni ardhur këtu në Kosovë, në Dunav, po thoni ndonjë për kujtimi me besimtarët, ju e cek disa, domethënë s'ka pas as libra, as liturgjike besoj s'ka pas. Do shta këtu e keni vrej që duhet shkruaj diçka, duhet përkthej diçka, po? Po. Čudesni sat molitve, malo prije sam spomenula, mrekullueshme ajo libra, kemi në Shqipëri, në Shqip. Ora e shenjtë apo ora mrekullueshme, apo si quhet ajo? Čudesni sat molitve izmijenit će vaš život. Aha, ora e shenjtë e mrekullueshme do t'ju ndryshoj jetën. Do t'ju ndryshoj jetën. Kështu, unë kam nis me vajza në Dunav besim, edhe atëre kam pranu këtë librezën, edhe kam përkthi ato kusha Jezusi për ne. Kusha Jezusi për ti, ajtë. Edhe kështu kam përkthi, edhe kam dhanë vajzave letrën, letë lexon, cilat ka një fjali, kusha Jezusi. A tani, kur kam nisë unë kam thënë spontane, por vajza nuk kanë mundësi me thënë një lutje spontane. Kur kam nisë ashtu, letë lexon, e tani shikoni fjala, cilat fjala të pëlqen, lexoni. Fjalës, a ne do të them faleminderit Zoti, gjithë. A ti the, Jezusi ti je Zoti im. Ti je e madh i shejt, cili ka dhënë e gjakun për me. Jezusi ti ke dek për me, ti ke marrë mraktën tonë. Edhe pastaj, unë thash në fundi, atashti lexoni atë fjali cilat më pëlqen më shumë, atashti leni letër e thuaj nga zemra. Wow. E kështu, kur ka ndalë, ka zemra një Jezusi, ka një fjalia. Lutja. Shpirti shejt u çliru, kret janë shtu kanë qenë mushur me gëzimin, me knaq, me hiret, në fundit kemi plot me hiret të gjithë. Pre këtë momenti kemi nisë të bashkësinë e lutje në mënyrë spontane. Mrekulli, edhe besoj. Para kemi folë, më lutje ashtu, shka kam suna por në atë moment kur kam hapë kusha Jezusi për ti, e atë libreza shumë është u dhe kequr. Linda Schubert është mbledhur ato lutja themelore, u bashku edhe citate krejt biblike, krejt janë këtu diçka posaçe, lutja lavdërimit të Zoti, faleminderit Zoti këti, lutja pendimi, kajanje, po kajanje, puna e pendimin, lutja adorimin, lutja
zagovornička za druge. Për ndërmjetësimin, lutja ndërmjetësimit. E për tjerët, lutja çlirimit, zaštite i oslobođenja. Për mbrojtjen e çlirimit. E çlirimit nga keqja. E kështu lutja me mushut me shpirtin shenjtë. Këto janë në 10 mënyra, diçka posaçe themelore. Edhe unë e kam marrë për apostolatin, kam krijuar edhe teologji pastaj, por edhe 2 vjet kam studiuar edhe hagioterapia. Hagioterapia. Ja, po, atëherë ka qenë 2 vjet, për tash janë 3 vjet. Patër Don Tomislav Ivančić ka pas hagioterapia ka zhvillu. E ka zhvillu. Do me thonë është, për ata që nuk e din, është çështja me shenjtër, apo shumë pika të shkurta, për çka të bëhet fjalë për hagioterapin? Këtu për mu, këtë studime, 2 vjet, ka qenë shumë i bagasshëm, se me atë kam gjetë problemet njerëzit cili merret. Njerëzit shumë herë flasin atë nuk di shka është probleme. A unë me pitje. Për marrë të shkaku të rrajt e problemit të me shëru. Po, me pitje këte, a refesh regulisht, a ka qenë të hoxha, Hajmali, këto, çka ka ende... Fallqore, po, a bie mohimit këtë gjë, bie mohimit, apo ndohet, edhe unë do të lutem këtë mot lutje, edhe në atë çudesni sat molit të oslobođenja. Lutja shlirimit. Lutja shlirimit, lutja. E qashtu mi ka nimuar edhe faleminderit Zotit për teologji, edhe shumë gjëra të reja kam mësu, por pse unë kam qenë shumë interesuar për lexoja kokën time gjithmonë edhe Radio Vatikan, si vajza kur kam hap Radio Vatikan në komunizmin, në shkollën gjithmonë arsimtar ton, gjithmonë çdo orë për dorë kundra kishës, kundra Zotit, kundra tradicion ton. Edhe Gojko. Pastaj kur kam kap Vatikan, po nuk është ashtu shka flasin në crkva zaostala, prapambetur, e vjetër. Vjetër, shto, komunizëm otvoren oste nama nauki, ata janë hapur. E kanë lavdru komunizmin, e kishën e kanë qitë shumë në... Po, e shtu, une, kur kam dis me dëgju Vatikani, si vajza, 10 minuta para 7, unë kërkoj të shpia që se ka gjenë lëvara, o këpuno diçka, ose të ljopa të ka, unë të shlia, të dëgjoj Vatikani. Me dëgju Radio Vatikani, kur kam hapë, kishte Krishtlindja, edhe unë qëtu kam kërkuar, ne për radio, Božić Krishtlindja. Edhe kur kam hapë Radio Vatikan, baba ime ka qu në shtrate, u qu, gëzushëm, ku ke gjeto? Fjallën e Zoti në radio të momente. E kështu, ka dalë faleminderit Zoti, edhe kam hapë emisionin në Radio Koprivnice, gjatë luftës, ata speakerin ose kuraxon njerëz ose frikson, nuk e di as vetë çka të bën. Por unë tha, me pas tas ti kasete në Radio Koprivnica, Ivan që zjezën, ta lusim. Edhe unë kam kap të ne tha shkova në radio stanicë, ju lutem epja një populli fjallën e Zotit, shka dhe do friksohen, edhe ta lutemi, edhe, do të pash ti të program, po, mo. Atër une, gjitha vërën kam në gjatë luftës, kam njësë program në Radio Koprivnica, ajde lutemi vrojtjen e të. E kështu faleminderit Zoti, edhe Koprivnica ka qenë mbrojtur, nuk ka qenë kretë zona e
nuk ka një stradala Po, nuk ka pas destruktuar. Si ka shkatëruar, si ka është ruajtur. kemi lut një vend. Po, faleminderit zoti. Me fëmijë në Kofshti kemi vrapuar në kako se sklonište. Në streh. Në strehen, to me gjatë luftën. To si lloj bunkerash apo po. Nëndretën e 91-shën, 92-shën ka shku në Shqipëri. Edhe Shqipëria, pastaj kur kam qenë në Dunav, edhe kam pa Dunavi do të mbilet një ditë, do të hapet Shqipëria. Atëherë unë kam kërkuar motrës modhe, le të më dërgoj në Zagrebit ta ndëgjoj pak kështu zhenat e reja, Zvjezdan e Ivančić, kështu teologët reja. Teolog të rinj. Që të bëjnë gati për Shqipërinë, ashtu va, edhe nëndret e njëshën, unë kam hinë para në Shqipërinë. E pas 5 vjetë, për para unë kam fillu, unë do t'jem ajo cila do t'hin para në Shqipërinë. Me parën smotrat, nuk kam mendu që unë bash para do të shkoj. E shtu e ka hapë zoti rrugën, që unë e para kam hinë në Shqipërinë, edhe kam odushevila sestre. Mi ke entuziazmu. Motrat, që të shkojmë në Shqipërinë, di motra, edhe kem shkru mo lutjen në Zagrebi edhe në Romë. Ju lutin na nihmoni, na dojmë në motra Nikolina e motra Natalia, na 3 kemi shkru lutje. Pastaj motra Natalia ka pas në spitalu edhe nuk ka mujt me lëshu, bitola, edhe ka pit motra Franciska, edhe motra në atë kohë. Koja ushla s nama. Që ka hyme ju në... Po, Jeronima, tashti ajo ka këthine, ajo ka vetë, e ka ba gjerat e madhe në Shqipërinë. Por mu, zoti e majtë 5 vjetë në Shqipërinë, edhe unë e kam menu gjithë jetën me bjetë në Shqipërinë, se kam lutë nëshe për nëshe që të hinë. Edhe u zhvillu punën në shetnore, shetish në nesh do të marten, priftin do shkon, këtë vjene a i shkon me rëfi, a populli të hangar, gjatë mesesh ha buk, nuk e din kur kem hinë, nuk e din as përmeshen, edhe atër une, fratri kam pru atë mikrofon, zvučnik pojačala. Po, zmadhusin ose po. Po, edhe une kam gjënzu, a do të lutem i zëzve ku me rozaren për morten I keni mësua dhe rozaren me thëmë. Afrojmë tani ato biri tuja cili ose burin, ose titi kush ose pesmure, afrojmë tani në përeltari e do të lusim. Kretë rreth me, kur vjen misha kretë për do, për qasë, kështu. Njëhen karë, moći, kako se kaže moći, Svetog Ante? Po, reliktet. Relikvija, relikte, da. Kar, edhe kanë qanë franciskani, mja franciskani, unë atë ditë po kam tërheq pak, ata janë tu, ata ashtë nuk kam nevoje une. Kor, populli po nisë me bisedu, kur kush nuk më rëheq program. Fraci u shku, këshitnore ashtu, nalju, në shvesëna. Ata u shqetsu pak, po për kur kush nuk ka program, nuk ka lutje, nuk ka... Ata opet ka dalë u zhvillu bisedim. Franciskan, atër kam dhe gjë, se Jezusi mi u korio, dhe me Jezusi... Ka qërtu. Tebi së ndao taj darë, shta se po vlash për ljudima. Ty ta kam dhënë atë dhurat, pse po tërhiqesh prej njerëz, pse nuk po shkon te ata. Ja, po... E ke ndjen zemër. Po, e kam di në zemër e këtë. Edhe kështu pastaj faleminderit Zoti, edhe ne për shkojshim, ne për... U zhvillu puna ambulanta 4 ditë, në shkollën në Sanxhak,
di një herë në javë, ose një herë në javë në shkolla. Adorimin e kishen. Krejt ka nis ashtu që se kam pa kohën e kam marrë një vajzën që të përkthehen diçka për adorim për ashtu. Edhe kur një motra modhe me pyet a do shkoj unë në London. Mami, unë nuk kam menu kur në to, më intereson ato jeta zapadnë život. Perëndimit. Dhe thor, atër pa nuk kam mujt me fjet, nuk kam ajo që se ajo do të thëtë shkoni, nuk kam me mendu ma do shkojnë me dëgjuj Me shtu. dëgju. Por me Se pjet, a rregultore do të shkone? kanë A ona kushtin e ajo me ka dëgjesës. pjet, a do shkosh? E kur kam thënë, po Jezus, do të lem Shqipërinë, do shkoj në London. Atër u qëtësu, u flet, e kam ditë lekret, shko. Edhe ka nevoje në London, mi sepse misja Londonit, ato di motër që ka kanë qenë atë, u lodhur pak e dëshiron me bil mision. A London na ka sponsoruar një kandidaturë shtëpin. E tashti ka premtu novciatin për vajzat të reja, formimit motrat. E motra potencial nga tashti që se bilon London, nuk ka mundësi me ndëru novciatin në Shqipëri. Ajo ka qenë kështu. Edhe atjer unë ka shku, ka nevojë për mu, një vjet ka nevojë, nakon pastaj një motrë dëshiron me studion anglishtën, nuk ka nevojë për mu në London. Me kalan në braq, me 6 gratë. Në Durrës apo? Në draq, në braq Milina. Braq në Kroaci. Kroaci. Po. U Milini. 6 gratë, ato të vjetrat nuk kanë kërkune, mina porujnë, shikojnë shtu. Edhe unë çlodha pak ati to mision madhe të Kosovës dhe London të, atër u shqetësua pak me të gratë, 6 gratë, ditën natën, kujtëm, por natën kur vjen unë në dhomën time, nisëm për këthi, nga anglishta në kroatishta, në librezën lutje për shërim. Unë çlodhem, edhe isha lodhë. Këta? Po. Edhe unë çlodha. E ashtu çdo natë ka 1 orë, 2 orë varet e kam përkthi, edhe kam menu shtu me dërgu në për emailin e kopjen. 10 vjet kam ba kopjen. E kam dhënë njerëzve let kopjon tjerët. Por pas kur kam marrë në Travnik atëre Shqipërinë e djali u hap Shqipërinë, po? Shtypjen. Shtypjen. Shtyp shkronjën. Shtyp shkronja, hap. Zoti indikuar nga Zoti që kthehet nga Zvicra në vendin e babën e vet, që të hapit nisët punë. Edhe ai tha do të botojmë këtë librezën në gjuhën kroate. Jo, nuk dëshiroj që kem lidhje me para, me para, të ashtu. Tregtia. Po. Jo, motre, lavë të Zoti do të botojmë. Çka? Mos të pastaj kujde ti shqetësohesh edhe unë s'ka bë. Jo, let jetë në den. Ndere lavë Zotit. Në lavë të Zot, ai ka hap 1.000. 400 400 knjiga, tisuća knjiga. 400.000. Mi në kroatisht kemë bërtu. Wow. Në 14 language kemi përkthi. 14 gjuhë. Gjuhë kemi përkthi. Në 8 language osam 8 gjuhë, po? 8 gjuhën kemi botu këtë librezën. Wow. Italisht, që është do me thonë edhe Shqip. E në Shqip, se di sa mi e tashti 3.000 ka pru, po mi ka indikuar para disa muj, kam lexuar portali e Kyrios. Rasisht mi ka dhënë në mobitele këtë.
posaçe në Kosovo ka ha bazilikën nga 4. shekull. Shekull. Muslimanët u zgju korin i rrenjët tona janë këtu. A une 95 kam hecë në për Shqipërinë me bus. E kam ullë me njeri, nuk Me njerëz thjesht. kam ullë afer hajku ka marrëvesh që unë flas Shqipen, haju gëzu profesori, japin ligjëratën në Tiranën edhe në Prishtinë. Aju hapë zemër në të moment i tha, unë studentin tim po thonë, na kemi rrenjën në krishten, na duhet të kthejmë të krishten. Rrenjat tona su në kishen katolike krishten. Islam ka ardhur pastaj. Në vonë. Edhe atëherë kam dëgju të folë, por e di në Prishtinë ka nisë çdo vjet për Ringjale, ditën Ringjale, Ruskës. Ringjall Pashkët ose Ringjall? Në Pashkët, ka grupa njerëzit intelektuale banë pagëzimin në Prishtinë. E det ai shka edhe heq më lutin më bashkënë. Det Palokaj, është bashkëpunëtori, jo? Ai ka qenë një vjet i detyruar që të pregadit këtë grupën për pagëzim. E katekumenve. Po. Atër, e faleminderit Zoti kur kam pranu këto, edhe thash, unë do shiroj me botu. Unë kam vendosë, e kam shtu si zemra sikur në koment. Unë do të printoj këtë librezën edhe do të shkoj në Kosovë me shpedan në atë zonën posaçe, edhe tjera familji do t'japin tash të pak edhe Don Frokja. Don Froki Vëlzefi. Shumë kërkon edhe në fratër në Gjakovice edhe kështu. Pse mendoni se kjo literaturë i nevojitet popullit ton? Shpirtëror, 80 godina kad sam ja živjela. Viteve të 10. Kur ka armodra Nana Tereza në Kosovë, me ka beku i me ka qafu edhe ka beku në Dvinç, kemi taku me Nana Tereza. Kam taku në Zagreb ashtu prej largut. Në Binç bashme edhe nuk kanë ditë që dikush ka marrë fotografie edhe ka rujt rreth vjet një njeri këtë fotografie me rujt kur ja ardhe seri une në Kosovë ka dhënë to. A keni rujt? Po, e kemi në një livrin, do t'i jap këtë livër, do shihni. Atë kur me ka faqafuar edhe bekuar Nana Tereza. Eshtu pra lutja edhe shkrimi i shenjtë e keni theksue. Po. Atëherë kur gjo libra nuk kemi pas në gjuhën shqipe në shpitrore. Kur ka dalë libra nga Nana Tereza Don Ljushi ka shkruar edhe Nëna jon Tereze, ajo e famshme. Nobelove nagrada. Unë kam thënë motro Tilja, bleni këto libra do t'japi njerëzve, edhe kur kush ka në Dunavë në shtëpinë tonë, ne kemi hapë këtë librezë Nën Tereze. Nobelova nagrada Çmimi Nobel për paqe. Po, kur kush nuk e nje kusha Nona Tereza, që libra ju nuk kusha të dini. Ashtu, unë e kam va, edhe lexoj libra në kroatisht në kështu, por në gjuhën, atër kanë dalë mi pëlqen këtë çlirimi nga Afrika, nga këtë lutja që desinsat mollit e lutja. Edhe kështu tjerat kanë dalë, me lutja me Shën Francesku, Pater Zviezan ka sponsoruar. Edhe William Eger, miku i Papa Benedikt me vllaun e veti ka pa pushim të William Eger në Nord Italia. Ka shkru librin nga Mesha. Shumë për Meshën. Për Meshën.
Unë kam përkthej librin e Cantalamessa, Predicatori sheti atë pap, Cantalamessa, shpirti shet në jetën e Jezu Krishti. Ai ka arë në Kosovo me baku një qendrën në Glaviqice, atje zonë filiala Po. Glaviqice, ai ka arë me baku atë qendrën, edhe Duka jemi unë kam dhanë këtë libresin, tha, Cantalamessa, miku im. Tha shoferin, ama këtë librezën time nga makinën ime që japi motra, edhe më ka dhanë me shashete, spjegimi me shashete. Unë e kam përkthej, edhe ai ka sponsoruar, unë e kam votu. Në gjuhën shqipe ka dhanë populli. E shumë herë autori vetë sponsori për librat time. Në tjerat vetë duhet me pagu autorin. Shtu, unë më patër zjezën ka votu. Edhe një librezën e ka pagu nona ime. Nona ime, babi ka dekë 10 vjetë për para mami, edhe ajo ga pensionin e kurujt do para, e tha, ma bia ime, shka po thot ti, shka do të bëj une që të na zoti bekon familja e modhe 5 vllazërit pas me. Thash, mami, paguaj një libre, edhe unë do të japim popullit të lexon, edhe populli do të na bekon. Sa duhet? Ajo tha, mami, unë kam librat vogla, unë modhe, ti sa ke para. Tha, kam 800 euro. 800 euro. Po, kam. O tha, taman, këtë librën ga sheta Cantalamessa. Cantalamessa, shpirti shet në jetën e Jezu Krishti. Shumë e bukur libra. Edhe shtu, kur me ka taku motra Gapeja, tha, shumë libra keni të mira, edhe mami juar ka pagu. Zoti ju me kofte edhe mami në juar. Edhe sa kam shkru mami. Sot kam taku motra mi ka thana shtu. Çka ju ka bartër, kështu të themi, edhe ato vështirësi që i keni hasë për vetë gjuhës, po dhe popullit besoj, edhe pse kena gjashmëri mjaft me popullin edhe të Bosnjës së Hercegovinës për nga vini ju, çka ju ka ndihmu mi përballu këto vështirësi, e keni pa, besoj me shpresë atë punë që e keni ba edhe në popullin shqiptar këtu në Kosovë. Biblia na thotë, najpotrebnije da budemo vođeni Duhom Svetim. Ma rëndësishme është me leju që me na udhëheq shpirti Kad smo vođeni Duhom Svetim, bit ćemo tamo gdje nas Bog želi i radit ćemo šta Bog želi i na način koji Bog želi. Lejojmë me na udhëheq shpirti shenjt, atëherë kemi me ditë ku, si, edhe në çfarë mënyre, edhe pse me bani punë. Edhe ka më pushtata. Meni se to dogodilo, Juve u ka ndodhur kjo. 5 vjet kam lutë që të vinë në Duna, 5 vjet kam lutë që të shkon në Shqiprin. Non që pa nos. Në životu nuk kam lutë ashtu shumë non që sa në atë kohën. Dhe më thënë edhe lutja mas shumë të ju ka ndihmue. Edhe kam qenë lumtur, letë më diku shpjeti, ku do të rish, unë do ta kesh thanë, ljemi në Dunav, ose ljemi në Shqipërinë. Isha ashtu lumtur në Shqipërinë. Pastaj kur kam shkuar në London, edhe aty jetë, faleminderit Zoti, jeta e ndryshme, por kam pranuar edhe në London diçka, për shembull, ambasadori i jon kroat ka qenë komunista. Ata stranke, kako se... Palët ose... flasin keq kundra komunjara shtu. Unë kam menur, o Zoti im, pa pse ato intelektualët mund të jetë atë shtu, të flasin keq ashtu një njeri, që jam lindur edhe unë në familje komuniste, shka baba ime, mama ime, ka qenë e baba
gjatë luftën e ditë botërore, Botërore. një vjet në burgu nuk ka mujt me shkru letër në gradishkë. Martir, I gjallë. vetëm sa što është kroate, što baba im. Što šta sam ja zaslužna, što sam ja ja bi nuk kam flas mos e fol ose kështu unë dali maj meshem se ato unë me në veten ka menu o zot fali atyne që flasin kundra njeri a bekoj atë njeri mos da mu ne shkodi Që mos me dëmtu. mos me dëmtu e kështu gjithmonë une një dit ai kërkon që unë kam ligjeraten nga puni jonë në Kosovë, në Shqipërinë ku ka dëgju, ai ka qenë shumë interesuar për këtë jetën time. Unë në fundi sekretarja ka qenë e kemi bagati, shka presin, ku do t'jetë ligjerata në London. Atë dali sekretarja, unë mbet vetë me kur jemi mushëm me shpirti shet, s'munësh me gabu. Në atë moment unë vjesim, shka me do një ta, unë e lutem pak për ju. Kishëm dhe thanë, unë jam komunista, unë jam nuk besoj, lutu, motra. Unë aljo shtu me edhe tashti do të disa fjali se dis 5 minuta, 3 minute, nuk e di sa e kam meru lutjen edhe japin dorën. Ai plot me suza, Me lot. Me lot, Për si faqen. plot me lot për faqen. Faleminderit, motër, faleminderit. Kam prej Edhe kështu. une pastaj kam shku, baba ime ka shenë në razdekës, i kam shku në kam pa ma, por ku ka dek, ambasador, une kam dëgju televizje, kam qenë në pushim, nuk kam mujtë Kroacije këtë televizje në Shqipërinë ose anë kam dëgju edhe kam lutë kur ka dek zotia Parizi. 5 minuta ai ishte mjaft ta prekur, unë thash, a ti sa herë shkosh në meshen edhe dalish nuk e di ku ke qenë. Ashtu me zoti ka dhanë edhe fund me intelektuale, edhe kam pranuar edhe në London. Edhe u zhvillu anglishten, tani ka mujt kësi edhe në gjuhën kroate, në anglishte edhe në gjuhën shqipe. Otra Svetlana, ju i prekëm vetëm disa pika se për jeta juaj është vërtet e pasur. Krejt në fund, çka mendoni se është nevoja më e madhe shpirtërore e popullit tonë sot? Rinnovamento nello Spirito Santo, obnova u Duhu Ripërtritja. Sveto, ripërtrirje shpirtërore, edhe ako prepoznamo nëse nderojmë fjalën e Zotit, lexojmë. Gjejmë gjithmonë përgjigje në problemet tona. Biblia për këtë popull, për këtë situatet kanë Fjalë shprese, fjalën bashkë kur unë ndonav kam qenë edhe njerëzit dëshirojnë në rreq rrugën. Ata nuk e lënë tokën, ai nuk e lënë pemë, ai nis me bërtit në mu, shka jetë tu nga Zagrebit, na shkam kemi rrugën, jeton me nevoje. Une kam qenë shtu plot si lot, edhe kam hinë në dhomën time, kam hap Biblën. Në Biblën do qenë gjithmonë, nuk mundesh. Unë javi se slomila u të momentu. Isha thy kështu, isha ra për tokë. Por, kur ka ha Biblën, nasha borba ne për të ludin, për të zlisila. Në atë momente e kom hap, do me thonë shkrimin shë Biblën, edhe e kemi gjetë, lufta jo nuk është kundra njerëzve. Kundra njerëzve, kundër principat, kundër shpirtrave, do me thonë. Nasha borba e për të zlisila zla.
neće se erta. satano prevar da ga mrzim, on je moj brat, neće prevar da je mrzim, ona je moja sestra, ja ga volim, ja je volim. Nuk kom e leju që shpirti i keq më kallëzu mu me u rry, po ajo është motra jeme, unë e kom e dasht edhe kom e ndihmu. Në atë moment unë isha qliruar, krejt flot kam dalë jashtë, ata shohin, presin që unë nështë do të reagoj, a unë ka dalë. Ku rruga ka arë në Dromen, nuk ka qenë familje cilën nuk kam shletu jetën, ose fëmijë, ose grua, ose flokin, ose pastaj krejt me u ka bekuar, por duhet me arrit. A mos të qenë fjallën e Zotin, Kështu dëshëria ime do të them një lutjen, o Zoti i madh i shejt, unë po Krishti i shejt. Unë po të lartësoj Krishtin ten për situatën time, për garë populli shqiptarë, cili do të më dëgjon edhe këtë emision Radio Maria, cili unë e bosh sa që nderoj Radio Maria edhe në Bosnën edhe në Itali, ishte në kohë kam dëgjo në Shqipërinë. Faleminderit o Zoti i madh i shejt për dëgjesit. Bekoj çdo familje, çdo anëtar i familje, bekojnë rinjen tonë, pleqët tonë, smutje, ata që janë smut, bolesnike, pleqët, bekoj Zot, bekoj dekun, shpirtrat e dekun, po të javë në mëshirën tënde, dhe çdo shpirtit nga familja tona, babën e nanës, gjejnë vendin e vetë në pranin tënde, në atë vendit cili ti ka rezervuar për krejt. Të lutem edhe për krejt popullit cili jetojmë edhe në Bosnë, musliman ton, edhe para disa shekull të rata ka qenë krishten edhe atë muslimant në Kosovë, o Zot faleminderit se ti zgjosh edhe që të mund me bogatu me këtë librezën të voglat se cilin adresin 16 libra në internet falës në kroatishtën edhe tjerat language tjera gjuha, kreti janë libra që ka keni në internet, bozjalubavgjim.com, janë falës. Leti u bekon Zoti i madh i shejt, lutu për motra, a motra do të lutë për ju. Amen. Motra Svetlana nga zemra, ne emër të dëgjuesve të falenderojmë për këto fjalë, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, dëshmia e motrës Svetlana na kujton se ku një zemër hapet për Zotin, ai e shndron një burim paqe, drite, kudo që ajo dërgohet. Përvoja e saj, shërbimit në Kosovë, takimet me njerëz tanë, por edhe për kushtimi, për të dhuru librat për shpirtshëm në Shqip, janë shenja qarta dashnisë hynore që vepron përmes njerëzve të thjesht. Në një botë zhurmshme që shpesh na lodh e na shpërqendron, Zoti na kujton përmes motrës sonë se drita e vërtet vjen prej zemrës. Po motër. Do të japim këto librat, qofse dikush nuk ka pranuar, letë më në për Radio Maria me pranu me kërku. Patjetër. Pra, gjithë ju që jeni të interesuar për librat e motrës që i ka përkthy, mund të na drejtoheni ne këtu në Radio Marinë e Kosovës. Pra, le ta falenderojmë Zotin për praninë e motrës Svetlana dhe për gjithë motrat e kushtuara që me jetën e tyre bën fjalë gjallë e ungjillit. Zoti e bekosh shërbesën e saj. Ne ti mbetemi gjithmonë të hapur hirit Zotit që na dërgon përmes të dërguarve ti. Kudo qofshi, Zoti ju bekov dhe ju rujt.